dhe është krejt e papranueshme. Pra, synimi si pas juve në këtë rast është jo që t'ja ofroj presidentes aktuale edhe një mandat, po që t'a shfrytëzoj që të arrijet ai kriteri i procedurës për 2 kandidat dhe të procedohet tutje. Pikrisht, po t'ishte kjo e para, sigurisht që presidentes Osmani qysh prej fillimit do t'i ofroheshin 66 vota dhe do të kërkohej për krahja edhe të subjekte tjera të cilat edhe sipas vetë kryeministrit Kurti kanë qenë konstruktive në ditët e para, mirë po pastaj kur në tavolinën e bisedimeve nuk është përmend fare emri presidentes Osmani, normal që situata ka ndryshu dhe kjo krejt ka përfundu me një përpjekje që presidentja Osmani të konsiderohet si një kandidate për të krijuar korron. A ka qenë edhe më herët kjo oferta apo është e djeshme që nga dje? Dhe dim që kundër kandidatet zakonisht kanë qenë personat e cilët fare nuk janë konsideru as për garë dhe as me pak për kandidat për president, mirë po kanë qenë aty për të përmbushur këtë kriter. Dhe kur bëhet fjalë për presidenten Osmani, përveç se është liderja me përkrahjen më të madhe popullore në vend, me numrin më të madh të votave të cilat ndonjëherë ka pas një grua në Republikën e Kosovës, madje edhe kandidatet e mëhershëm të cilët janë zgjedhur president, pra shumë fishin e votave të tyre, të trajtohet në këtë mënyrë nuk është as pak serioze. Dhe ne besojmë që së shpejti do të na japet mundësia pas përmbylljes së afateve kohore dhe kushtetuese që në fakt, kjo çështje të kthehet në vendimarrjen dhe në duart e qytetarëve. A e keni ditur më herët këtë ofertë, zonja Kadaj, apo dje është bërë e ditur se janë veç nënshkrimet dhe jo përkraja? Absolut, nuk ka pas asnjë informacion për këtë dhe unë besoj që në ditën e vijim presidentja Osmani do të flet më shumë. Këtë ja ka thënë direkt Albin Kurti, presidentes? Siç ju thash, në ditët në vijim, po, edhe shkurt diçka se u fol shumë. U fol për një nismë politike që do ta krijoj zoni Osmani, të quajtur shpresa, mund ta konfirmoni se ta portale, pra nuk qëndron. Emri shpresa nuk e di ku shpik, por është krejt e pavërtet. E pavërtet. A do ta shpërndani kuvendin nëse nuk zgjidhet nesër kjo çështje? Edhe kjo do t'jetë çështje për të cilën presidentja Osmani do të flasë vetë në ditët dhe orët në vijim. Falenderoj shumë që